Policia e shtetit ka vjuar operacionin e koduar Fati i lojrave, me qëllim goditjen e aktivitetit të paligjshëm të lojrave të fatit në disa qytete të vendit. Gjatë kontrolleve të ushtruara në qytetin e Kavajës, në lagjen nr. 1 dhe lagjen nr. 6, strukturat e policisë kanë zbuluar 2 ambiente të përshtatura për ushtrimin e këtij aktiviteti të jashtëligjshëm, ku ishin instaluar makina për lojra fati. Në total, janë sekuestruar 16 pajisje të përdorura për këtë veprimtari të paligjshme, ndërsa në një prej ambienteve janë gjetur 5 makina dhe në tjetrin 11 të tilla. Në lidhje me rastin, policia ka shpallur në kërkim 2 shtetas, 26 dhe 20 vjeç, të cilët dyshohet se kishin marrë me qira ambientet ku zhvillohej aktiviteti i paligjshëm. Strukturat hetimore bëjnë të ditur se po vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tyre, si dhe për dokumentimin e plot të veprimtarisë kriminale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme, ndërsa policia e shtetit ka paralajmëruar vijimin e kontrolleve në terren për goditjen e lojrave të fatit të paligjshme në të gjithë vendin.